Avokat, mbrëmjen e djeshme, një nga banorët e Big Brother VIP, që tashmë është ish banor, Jozi goditi me shuplag gjesi në momentin që po dilte. Si e cilësoni këtë veprim? Një akt barbar, një veprim i cili për një person i cili është në hapësirën publike, pra jeton midis nesh dhe është një model për disa të rinj, është një problem i madh për shoqërinë tonë, sepse nuk mund të zhvillohet nga një dhunues shoqëria duke bërë kopjimin e një dhunuesit. Pra është një model i gabuar për një shoqëri e cila do të ecë përpara, të emancipohet, po edhe përveç kësaj, po edhe vetë të rinjt të kuptojnë që nëpërmjet dhunës nuk mund të marrësh diçka. Gjithashtu duhet të kemi parasysh që Big Brother është një lojë, na pëlqen, ajo është një lojë dhe brenda lojës ka rregulla. Unë me aq sa e pash dhe kisha mundësinë ta shikoja, ai thjesht një banor tjetër hapi derën dhe thjesht sa për me bërë një tip shakaje apo diçka e cila ka të bëjë me mënyrën e shoqërisë që kanë pasur brenda në atë vend. Mënyra se si ai veproi dhe bëri goditje ishte tmerr, pra në kuptimin që aty kuptohet personaliteti i individit dhe përveç kësaj, ky ishte një mesazh parandalues për vajzën të cilën mendon se kur kishin lidhje ose ai ishte i dashuruar, këto gjëra kështu, si të them, aktrimi që ndodhin gjithmonë në këto lojra, ajo vajzë duhet të kuptojë qartë që në rast se merret me atë individ, për mendimin tim do të jetë e dhunuar vazhdimisht nga ai person. Dhe do thoya që me aq sa kam lexuar, dhe babai pas ka vajtur edhe pas ka kërkuar ditë në lojë që ti mos vazhdo me gocën time. Pra, intuita e babait ka qenë kaq shumë e jashtëzakonshme se sa vërtetoi në sy të gjithë Shqipërisë që ky çeka i rrezikshëm. Pra babai pas ka pasur një parashikim, një parandjenjë që ky individ ishte i rrezikshëm. Me veprimin që ai kryu, ndihmoi vajzën, pra atë vajzën që mos të merret ajo me atë. Dhe ajo poshtë e zgjut s'duhet të merret me atë, sepse dhunuesi në rast se shfaq shenja në publik, do të thotë që brenda bën gjërat më të tmerrshme. Pra do të thotë që ai ka dy fytyrë, ka tre fytyrë, dhe ne po e ndjejmë nga ana ligjore. Pse nga ana ligjore? Sepse dhunuesi në familje nuk është se sot lind situata dhe nesër ndalon, por është sistematike, pra në rast se të dhunon dikush, nuk e ndalon, përveç se ndalon në mënyrë, pra në trajnimin psikologjik, po asgjë tjetër. Prandaj mënyra se si vajti kjo ngjarje dhe mënyra se si viktima, pra gjesti, ishte ai që u godit, ishte një mesazh i qartë që ajo marrëdhënie që sapo kishte filluar në atë shtëpi midis një vajze dhe një djali duhet të ndalohet nga vajza. Avokat, pas këtij incidenti të rëndë, Jozi u shoqërua nga policia dhe pasi u morë në pyetje nga hetuesit policor, ai u la i lirë në orën 5. Sipas ligjit ton penal, duhet keni parasysh që rraja dhe dëmtimet të tjera me dashje, të cilat nuk kanë të bëjnë me paftësi nëntditore, normalisht shoqërohen me një dënim ekstrem, do thoya, pra është një kundravajtje penale, dënim ekstrem, pra gjob mund të jetë në rastin konkret. Policia thjesht bëri vetëm shoqërimin nga pikpamja procedurale, sepse është e detyruar kur thirret të marrë personin dhe ta çojë në komisariat, të bëjë verifikimin e personit, të marrë një deklarat dhe oficeri policisë gjyqësore në momentin e ngjarjes mban një proces verbal, atë proces verbal e dërgon brenda 10 ditëve në prokurorinë e zonës, pra rrethit, dhe ajo prokurori do të shpalli mosfillimin për arsye se vepra penale ndiqet nga vetë person që është viktim. Pra gjesti është viktim akuzuese, që ai duhet të marrë atributet të provojë përpara gjykatës se në rast se personi ka kryer këtë vepër penale, kërkon dënimin e tij dhe normalisht procedura ndiqet vetëm nga viktima akuzuese, i bën kërkesë gjykatës dhe gjykata merr provat që paraqet viktima akuzuese dhe thjesht prokurori merr pjesë në proces duke thënë personi për mendimin e tij është i fajshëm apo i pafajshëm. Pra procedura ka qenë edhe nga ana policisë shumë normale, edhe nga ana
e prokurorisë që do të jetë do të jetë shpadhja e mosfillimit të procedimit. Avokat, nëse gjesti e ndjek në mënyrë ligjore pasi të dalë nga Big Brother, sa rrezikon Jozi? Është një dënim, është një dënim e gjobë. Nuk është se ka një paftësi mbi 9 ditë që mund të shkojë deri në 6 muaj. Pra, kemi të bëjmë thjesht vetëm me një goditje, një shpull, një grush që nuk i shkaktoi një dëm të madh. Por nga aspekti civil, pasi të dënohet personi, mundet të kërkoj gjesti një dëmshpërblim për dëmin e shkaktuar në sy të publikut për cenimin e integritetit dhe reputacionit të tij në publik. Por është proces tjetër, pra duhet përpara të ndiqet ana penale, të dënohet personi, të marrë vendim në formës prerë dhe të në procesin civil të kërkoj për dëmin e shkaktuar në sy të publikut, sepse shpulla, goditja dhe çdo gjë që është bërë në kuptimin pa konsensus nga pala tjetër, pra duke qenë se mund të ishte një shaka me thonjza, nuk është një problem penal apo civil, sepse njëri tjetrit e shtyn apo bën diçka, por në rastin konkret kemi të bëjmë me një dëm të integritetit fizik, reputacionit, cenimin e nderit dhe gjitha këto, normalisht që gjesti mund të drejtohet gjykatës edhe civile të kërkojë dëmin e shkaktuar nga kjo sjellje e cila nuk është sjellje njerëzore, por sjellje, do thoya si dhe shumë e tmerrshme nga një person i cili brenda një loje tregonte një fytyrë tjetër, sikur ishte engjëll, por në kuptimin asaj që pam, ishte një djalë i cili ishte thjesht nga bukuria e tij me thonjza. Pra këtë është edhe për disa vajza që mendojnë se bukuria e jashtme përcjell edhe njeriu në mirë. Pra, për shembull, nuk është paraqitja e jashtme, ky është mesazh për vajzat. Edhe për shumë njerëz. Pra, nuk është paraqitja e jashtme që të bën ty njeri serioz dhe nuk është që të bën njeri të mirë. Zemra me paraqitje nuk ka asnjë lidhje. Prandaj, ky është një mesazh për vajzat e reja që të kuptojnë çfarë marrin, kë marrin dhe si marrin për jetën e tyre. Avokat, Jozi edhe njerë u largua më parë me zarf të zi nga Big Brother për shkak të ofendimeve që bëri ndaj gjestit duke i quajtur birshkije. A duhet të ishte rikthyer përsëri në Big Brother? Jo. Një serb që godet një kosovar në sy të shqiptarëve nuk duhet të ishte kthyer kurrë në Big Brother. Kjo është çështje e brendshme e institucionit që ka lejuar të futet një person i tillë. Avokat, ju folët pak për sjelljen e Loredanës. Po themi vajzës me cilën ajo kishte një lidhje me Jozin. Mendoni që kjo ngjarje, po themi, duhet të jetë një reflektim për shoqërinë lidhur me, po themi që duhet kemi më shumë kujdes që vajzat ta njohin më shumë një personazh dhe pastaj ndoshta edhe të lidhin jetën e tyre. Po, sidomos për vajzat, për gratë në të tërësi, duhet të jap një këshill që duhet kemi kujdes absolut nga meshkujt të cilët hiqen sikur janë nga ripa, hiqen sikur janë të fortët e lagjës, në fund fare ku përballen përpara drejtësisë dhe gjyqësorit, i shikojmë ne avokatët se si sillen që të dalin nga burgu. Mesazhi im për vajzat është që keni kujdes sepse jo çfarë shkëlqen është flori, pra flori ose diamant ose diçka tjetër, se mund të dali si rasti i djershëm. Prandaj duhet keni parasysh që dhunuesi asnjëherë në rastin e parë nuk do ju duket dhunues, do duket një person sikur është viktim e dashurisë tuaj dhe ju jeni autorja e cila e çoni ku do qefi ju, por normalisht ai pas një kohe të caktuar do shfaqet fytyrën e vërtet dhe do të jetë më i egër, jo në aspektin e dhunës fizike, po më i egër në aspektin e kontrollit. Pra aty ku shkoj në shkollë do të thojë s'ka pse të shkosh në shkollë kur unë jam pa shkollë, aty ku ti dilje me kafe me shoqë do të thotë shkuptin ka shoqëria kur jetën po ta bëjmë bashkë, aty kur ti kishe një jetë akoma sociale, ai do të bëj ty atë që themi si ta them, një rast më ekstrem do të bëj që ti në mendimin e ti të jesh një person i cili të jesh shërbëtori ose shërbëtorja e ti
nga mjesi deri në darkë dhe në fund fare do të thotë që ti jetën e ke në shtëpinë time dhe nuk e ke përtej shtëpisë time, do të thojë një shprehje tjetër, por nuk më lejohet për shkak se nuk dua ta ul vet nivelin, e kupton? Por ata të cilët e dëgjojnë do ta kuptojnë qartazi që mund të jemi edhe në këtë situatë që vajzat bien viktim të këtyre me thënjza bukuroshave të cilët kanë atë lezetin që kanë atë gariplikun e cilës nuk është gariplik. Unë di që garip është ai i cili nuk shfaqet dhe ai është më garip edhe më trim se ata të shfaqen nga bukuria ose nga veprimet të cilat i bëjnë thjesht sa për me treguar sikur janë, por në realitet janë zero me xhufk. Avokat, si u duk menaxhimi që bëri topi kësaj situate dhe a mund të ishte shmangur ky veprim? Nuk ishte shmangur, sepse edhe unë u çudita, edhe drejtuesi i emisionit u çudit, edhe të gjithë njerëzit të cilët ishin aty janë çuditur dhe madje ajo që na çuditi dhe më shumë është që nga jashtë që janë ato që rrethojnë Big Brotherin, nuk u fut asnjëri direkt brenda për të dhënë ndihmë. Pra, të gjithë ishin me befasi, çdo njeri që e ka parë ka qenë në befasi dhe normalisht televizion nuk mba përgjegjësi se një psikopat bën një veprim psikopati. Pra, unë nuk e kuptoj këtë, pra loja është gjë tjetër dhe veprimi penal që është kryer është gjë tjetër. Pra nuk ka faj televizioni sepse një psikopat merr me vete të bëj sikur është më i zgjuti dhe për shkak të një fjalie ai akoma jeton në mal dhe ne Rama thotë që do na çojë në Bashkimin Evropian. A kupton? Pra ka diferencë, nuk ka të bëjë me topin kjo gjë. Nuk ka të bëjë as me një televizion, nuk ka të bëjë as me moderatorin, nuk ka të bëjë as me skenarin, sepse ju mendoni që një person do bëj marrëveshje që të çojë veten e tij në burg, mendoni ju se një person do bëj marrëveshje që të çojë veten e tij në procese civile që atjetër t'i marrë miliona lek? Ja, nuk e besoj. Prandaj unë mendoj që kjo ka qenë e papritur, ka qenë një moment i cili u tregu qartë që ai kishte mllefin sepse pretendonte të ishte finalist. Dhe ai nuk e pranon humbjen. Një person që nuk pranon humbjen nuk mund ta marrësh jo shok, jo mik, po edhe ta kesh armik, normalisht nuk do t'i japësh as dorën. Është akoma më e rëndë. Pra do të thotë që personi nuk ka pranuar dhe nuk pranon kundërthënjet. Pra është një person i cili për mua konsiderohet një serb. Pra e kupton, pra mënyra se si ai veproi ndaj një kosovari dhe madje dhe fjalisë që tha, duke edhe vetë televizioni bëri dhe një nder Jozit, po nuk e kuptoj. Pra këta janë njerëz të cilët janë të paftyr. Pra ti bëre një goditje kaq të rënda një kosovari, duke i thënë atë fjalin që unë s'doja të përmend, dhe televizioni të bëri një nder që të shplaje atë mëkat që bërë në sy të kosovarëve, dhe ti vajte çfarë bërë në fund fare, aty kur ti patë shansin të riktheje dhe të ribëj dhe kërkoj dhe falje, më kate, që janë këta? Këta janë hipokrit, më sy për sy janë hipokrit. Kërkoj dhe edhe falje, dhe pasi faljes, ti e gjuajt e tjetrin. A ti që i kërkove falje. Kjo e parë. E dyta, e që më kujtojnë këta të cilët janë fetarë, që falen 5 vakte, shkojnë në kish, shkojnë në xhami, shkojnë në ku duash ti, në çdo fe, kupton? Dhe sa po të dalin, fillojnë edhe hapin gropën komshiun, hapin gropën tjetrit, fillojnë edhe bën tjetrit për me vra veten. Pra, këta nuk janë fetarë, ta thjesht janë hipokrit, të cilët jetojnë në një jetë hipokrite, po ata nuk quhen fetarë. Fetar mund të jetë një person i cili për mendimin tim mund të jetë edhe alkolizuar, ai të jetë më fetar se sa ai i cili shkon nga mesi deri në darkë në kish, e thot Zotin fal, Zotin fal, Zotin fal. Ai është më mëkat. Ndërsa një tjetër i cili nuk e shkel, ose nuk i bën ato që duhet bëj, ai për mendimin tim është më i shenjtë se sa ai i cili thoshte më fal, po shejtani, djalli dhe kështu. Të isha opinionist në atë unë, normalisht do të thojë që në fillimin e parë, ti nuk e ke problem as me shejtanin, as me djallin, po e ke me veten. Dhe ai problemin e kishte pas që në fillim me veten. Ta nuk besoni që shejtani i është futur? Jo, ai ka pas shejtanin nëse veten e tij. Pra, dëftyrësia është hipokrizia, është aktrimi. Pra do thotë që ai e ka pas vetë gjë, edhe nuk ka ditur ta menaxhojë brenda, sepse nuk pranonte humbjen dhe përveç kësajt,
ai doli nga loja, pra për këtë arsye, kuptoi se gjesti edhe e fiton Big Brother, dhe ai në momentin e fundit, egua e tij personale arriti në këtë fazë që ai, të jemi realist, e goditi për arsye inati, pra nuk pranon lojë. Pra është kush do të bëjë një lojë me atë, duhet ta mendojë mirë sepse ai nuk pranon lojë. Unë mendoj se edhe gjesti do ta shikojë në një moment të dytë dhe besoj se do të japi një përgjigje. Tani a do të jetë ligjore apo jo, është çështje e tyre, është burrat besoj ta gjejnë vetë rrugësirjen dhe përveç kësaj, krushti me grusht lahet. Avokat, ka pasur shumë reagime nga, jo vetëm po themi nga shqiptar, po edhe në Kosovë ka pasur shumë reagime. Madje në rrjet po qarkullon një video që disa persona ishin vajtur pranë komisariatit numër 6 dhe i kërkonin Gjesti dil ku je. Si e gjykoni këtë veprim dhe a duhen po themi marr masa për te masave ligjore? Tani secili përgjegjësinë penale e ka për vete. Nëse këta bën një grup dhe duan godasin dikë që bën një veprim të gabuar dhe të futen në burg për një person që për mua nuk ka vlerë, të jem realist me ju edhe unë kam emocione dhe kur mendoj të bëj një gjë, kur më fillon edhe se është momenti ai, them unë, a të shkojnë në burg për surratin e tjetrit? Po s'ka pikë vlerë kjo gjë. Pra, unë i ftoj ata të mendojnë përpara veten e tyre, familjen e tyre, dhe të peshojnë këtë do shkojnë të merr, me çfarë do merr. Të futen në burg për një person që s'ka pikë vlerë për një shoqëri, po edhe sikur të kishte vlerë për shoqëri. A do shkosh ti në burg për diçka që s'ka vlerë fare? Edhe sikur të kishte vlerë, prapë nuk ka vlerë. Prandaj mendimi im është larg këtyre gjërave dhe unë jam i bindur dhe gjithmonë unë kam edhe një aleat që quhet Zoti. Unë ja lej aleatet më të fuqishëm që është Zoti. Edhe jam i bindur që Zoti vonon, po nuk harron edhe jep atë verdiktin e vet. Prandaj unë them gjithmonë, keni kujdes, mos bjeni viktim të njerëzve të cilët duan të përfitojnë nga ju dhe ju mendoni gjithë përpara veten tuaj, familjen tuaj dhe shikoni personin që doni t'i bëni një dëm për shkak se ju a ka bër dhe shikoni, ja vlen të shkosh në burg për një fundërim? Nuk ja vlen. Pra nuk ka në kuptim a ka vlerë apo s'ka vlerë, po nuk ja vlen të shkosh për një fundërim në burg. Po çfarë do lloj fundërim, e kupton? Mund të jetë me pushtet, mund të jetë pa pushtet. Jo, shiko atë dhe thjesht thuaj vetes, leja Zotit fundërinën ta çoj atë ku meriton. Avokat, ju folët pak për sjelljen e Loredanës. Po themi vajzës me cilën ajo kishte një lidhje me Jozin. Mendoni që kjo ngjarje, po themi, duhet të jetë dhe një reflektim për shoqërinë lidhur me, po themi që duhet kemi më shumë kujdes që vajzat ta njohin më shumë një personazh dhe pastaj ndoshta edhe të lidhin jetën e tyre. Po, sidomos për vajzat, për gratë në të tërësi, duhet të jap një këshill që duhet kemi kujdes absolut nga meshkujt të cilët hiqen sikur janë garipa, hiqen sikur janë të fortët e lagjës, në fund fare ku përballen përpara drejtësisë e gjyqësorit, i shikojmë ne avokatët se si sillen që të dalin nga burgu. Mesazhi im për vajzat është që keni kujdes sepse jo çfarë shkëlqen është flori, pra flori ose diamant ose diçka tjetër, se mund të dali si rasti i djeshëm. Prandaj duhet keni parasysh që dhunuesi asnjëherë në rastin e parë nuk do ju duket dhunues, do duket një person sikur është viktim e dashurisë tuaj dhe ju jeni autorja e cila e çoni ku do qefi ju, por normalisht ai pas një kohe të caktuar do shfaqet fytyrën e vërtet dhe do të jetë më i egër, jo në aspektin e dhunës fizike, po më i egër në aspektin e kontrollit. Pra aty ku shkoj në shkollë do të thojë s'ka pse të shkosh në shkollë kur unë jam pa shkollë, aty ku ti dilje me kafe me shoqë do të thotë shkuptin ka shoqëria kur jetën po ta bëjmë bashkë, aty kur ti kishe një jetë akoma sociale, ai do të bëj ty atë që themi si ta them, një rast më ekstrem do të bëj që ti në mendimin e tij të jesh një person i cili të jesh shërbëtori ose shërbëtorja e tij nga mjesi deri në darkë dhe në fund fare do të thotë që ti jetën e ke në shtëpinë time dhe nuk e ke përtej shtëpisë time,
do të thëj një shprehje tjetër, po nuk më lejohet për shkak se nuk dua ta ul vet nivelin, e kupton? Por ata të cilët e dëgjojnë do ta kuptojnë qartësi që mund të jemi në këtë situatë që vajzat bien viktim të këtyre me thënjza bukuroshave të cilët kanë atë lezetin që kanë atë gariplikun e cilës nuk është gariplik. Unë di që garip është ai i cili nuk shfaqet dhe ai është më garip edhe më trim se ata të shfaqen nga bukuria ose nga veprimet të cilët i bëjnë thjesht sa për me treguar sikur janë, por në realitet janë zero me xhufk.